Qa ka më shumë njerëz në qarkullim që kanë më shumë lekë apo kanë tru? Njerëzit Qarkullojnë sot për shemb. nuk mund të them se mos e dim se sa. Jo, ku i Po shef? të kishin- Duke për shembull ja, ku i shef? Kanë parë këto më shumë apo kanë tru për shembull? Që në mënyrë si shef Po kur të hecin. kishin. Po të kishin trunë dhe kishin vu dhe para gjëmbës. S'kan fort. Se a është e lidhur parja me trurin? Pra du të kesh tru që të kesh parë? Po të kesh trunë, patjetër. Se ai që ka tru ditë punoj, ditë nxjerrë parën. Ju si mendon, më mirë të punoni gjithë jetën apo të rrezikoni vetëm një herë dhe të jetoni si mret? Ja, ma, s'ka nevojë të jetojmë si mret. Ma mirë të punojmë gjithë jetër, Gjithë po të jetën. banim. Aq sa. Të hajmë bukë, dhe shkaq. Sa të hamë bukë dhe të bëjmë jetën familjare të rregullt, shoqërore të rregullt, jo në maksimumin e jetës. Ditë ke Po mesme. mesatarja. Mesatar. A ekziston sot shtresa mesatare në shoqërinë tonë shqiptare? Çka ka më shumë? Të varfër, të pasur? Po e mesme ekziston? Sot ka edhe të mesme mund të ketë, po Shumë pak. më pak. Të janë bërë të pasurit. Janë bërë pasurit, janë shtuar. Më pak, po janë më të fuqishmit. Janë paksuar pasurit, po janë bërë më të fuqishëm dhe janë shtuar të varfrit. Varfrit ashtu është. Dhe pothuajse po eliminohet shtresa e mesme. Sa mesme drejtë. Shefi, sot kë do më shumë shefi? Shefi? Po. Ti jem punë për shembull, Shefi kë do më punës. shumë shefi? Po. Atë që mund të zhvasim që jep më shumë. Atë do. Që jep më shumë shefit? Jo, shefi kë do më do shumë? atë punëtor që mund të japi më shumë. Që ti të bëj më shumë punë domethënë. Po, të bëj punë shumë, që të fitoj. A ekziston meritokracia këtu në Shqipëri? Që të vlerësohet ai që bën punën, është ja Qoftë se flet për punësimin e shtet, për punësimin shtet pra. Ë? nuk vlerësohet si duhet. vlerësohet. Se mund me timen. Po Shqipëria si po duket zhvillimet të kohët e fundit që ka marrë? Po, mundohen të punojnë, po. Nuk janë të kënaqur se Kush nuk janë të hahen me njëri tjetrin. Partit, po Ne partit. jemi të kënaqur, ne si popull 300. kemi ankesa, ne si popull, kemi ankesa, ne si popull jo. Po, ne, kemi si s'kemi. Çfarë ankesash kemi ne? Ekonomia ka rënë për tokër. Po. Tash që ndodhin krizat botërore, Po. tash ne jemi të rrezikuar 100%. A ka Në marrë bëf masash një- milion tani me qenë se jemi të rrezikuar nga ekonomia botërore me këto që po ndodhin. Çfarë masash ka marrë shteti jonë për shembull? Shteti jon nuk di se çfarë masash mund të ketë marrë. Po ata që janë atje duhet i dinë këto, duhet Po për ne, di man gjithë sekret për vetë ato, për ne nuk do thonë asgjë gjë ato. duhet i thonë pra, po ja që nuk i thonë, edhe ne amin, s'kemi që të bëjmë, si do bëjmë, do të rëzojmë me revolucion, Po. E kanë ata në dorëve kemi ne. ata më kanë që kemi në dorë. Nuk kemi gjë në dorë. S'kemi gjë ndër fare. Ata e Po. u kanë përkëdhelur disa, i kanë gurë të shahut tyre, i luajnë kujt do qefi, i bëjnë ministra, i bëjnë drejtora, i bëjnë shefa, i bëjnë biznesmen e gjitha. Jam shumë kurioz, a mendojnë ndonjëherë për ne ata për popullin për shembull? Ata mendojnë si ta shfrytëzojnë më shumë këtë popull, Popullin, no? si ta Ta shtrydhen më trajtojnë shumë. ta Po, kjo është kjo. me pensionin, je i kënaqur me pensionin? Po i kënaqur, unë tash shtyj sa shtyj, po pensionet tona, ai thotë që ngre gjasme nga 1 lekë, nga një ashtu, po ato janë Politika. Janë politika që bënaj sa i s'ngre asgjë, realisht, është vetëm propaganda dhe nga që ngrihen çmimet të qiell, ai t'jep 5 lekë aty që thotë, ja, me që unë ngritë këto, po t'jap këta gjasme, po nuk e zëvendëson kurrë atë. Si mendon, a do bëhet ndonjëherë në Shqipëri? Do bëhet ndonjëherë në Shqipëri? Po ne duam që Shqipëria të bëhet, ormik. Çfarë duam ne është tjetër filme? Po punësh a do bëhet? A ka premisa të bëhet kështu siç po shkojnë gjërat? Me këtë politikë që bëhet është e vështirë. E vështirë. Këtu po vinë më shumë tash edhe punëtor nga jashtë. Huaj do vinë. Ata do ja dinë kimetin bile. Ata mund të vinë nesër e të bëhet Evropë, ose Azi, ose drejtë, kush të vinë nga. Ti je dakord me këtë që të bëhet Europë, bëhet Azi, drejtë tonë? Po s'jemi dakord, ne duam që shqiptarët vetë, po shqiptarët për vendin e tyre nuk në përgjithësi, si ashtu nuk kanë bërë sa duhet.
Po thuaj se asnjëherë, po. Ne kemi qenë e keqja e vetës. Po, A ka tradhtar ky vend? tradhtar, ka orsa dush ai që po ti thot ai huaj e dje të paguaj kaq ai të bën namin këtu. Çfarë do të gjelet për të treguar më këtu, po. Ja fusin një tjetër. Tjetër, ëh. Tani ku t'ja fusi më shumë ato, njëri tjetër apo na e fusin ne? Po neve popullit, Po. E keqja e shqiptarëve është Edi Rama që është në pushtet apo Berisha që është në opozitë dhe s'po lejon këtë garën që të konkurrojë dikush Ramën Binsh. Ata që të dy janë Bashkë, ata janë minus për politikën tonë, për popullin tonë, për shtetin tonë. Nuk vën djemë të ri, njerëz të ri të pjekur që kanë mbaruar shkollat në Evropë, që janë dhe detaj, që janë njerëz. Ashtu, edhe detaj rreth parë. Që ditë punën tash të jenë të ndershëm. Kjo është. Çfarë them? Të s'duan apo s'dinu? Edhe s'duan, edhe din djallëzin, nuk din. Këto i ka marrë peng dikush, i i përgjigjen dikujt, janë të detyruar, i bëjnë presion ato nga jashtë për shembull që do të bëjnë këtë të keq trajtoni. Apo bëjnë dëshira, më këtë janë e gjejnë tenxhere ka pagun, e keqja të keqen. Janë lidhur patjetër atje ku kanë fitim, ku kanë mundësi, aty që i paguan më shumë edhe nga jashtë. Ky thotë tani që do të fusen në Shqipëri në Europë, thotë 2030 është vdek, më ka vdek nona ti Muhabeti. Ka vdek. A mendon si të na fusi? Nuk mund të them që ty t'intereson vetë Europa që të futemi në Europë ne? Po të intereson, dashi duhet që sa më shumë të zbutet, të ke mundësi popullit të gjejë mënyrën për të përmirësuar jetesën, realizu dëshirat e tia, çfarë ka. Ti e do vetë dëshiron Europën të futemi në Europë? Dëshirojmë gjithë botën, pse jo? Dëshirojmë që gjithë popujt të ecin mirë dhe të kenë ne të mësojmë nga më i miri. Po, jo të vinë na ashtu ata, të administrojnë ata se nes. Po. Flitet që në Shqipëri, në Tiranë, do të ketë një kryetar bashkie që është nga India. Edhe ajo në duhet. Po. Pse, nuk je dakord me këtë ti? Nuk jam dakord hiç. Nga India, një kryetar bashkie. As nga India, ai mund të jetë më patriot se sa një kryetar bashkie nga Shqipëria për shembull. Po ku i di hallet tona, ku i di. I di Edi Rama hallet tona, Berisha, Ilir Meta. Edhe këta nuk e dinë çfarë po. Më mirë indiani që mund të jetë më patriot, më shqiptar se sa këta politikanë shqiptarë që thonë. Një popull që s'është i Zotit për popullin e tij, një politikan që s'është i Zotit shërbej për popullin e tij, është turp domethënë, ai mund ta pranoj këtë, ai se pranon me dëshirë, jo, po ai bëhet shkak që të ndodhë dhe kjo ndoshta, që mos bëhet vaki kur. Tani, fajn, populli apo politika? Edhe populli edhe politika. Edhe populli dhe politika. Të dy e kanë. Të rësh net. Faleminderit, punë të marë. Faleminderit. Kujt unë çuni i kujt. Aha, kanali Pisk. Shumë mirë. Përshëndes. Ju shikojmë, Faleminderit. bëjmë dhe plek. Faleminderit. Televizionin.